Ana ishte shterp. Vit pas viti ajo shikonte gruan e dytë burrit saj Peninën teksa linte fëmijë ndërsa ajo vetë nuk kishte asnjë. Penina qëllimisht kujdesi që Hana të mos e harronte këtë. Ku janë fëmijët e tu, Ana? E tallte duke qeshur ndërsa zemra e Anës thyi. Në tryezat familjare Ana rrinte në heshtje me syt plot lot. Edhe Elkanahu, burri i saj, përpiqej ta ngushëllonte. Pse je kaq i trishtuar? A nuk të mjaftoi unë që jam sa për 10 djem? Por asgjë nuk e mbushte boshllëkun në shpirtin e saj. Një ditë ajo nuk duroi më. Ana vrapoi në tempull, ra në gjunjë dhe qau me hidhrim të thellë. Ajo u lut: Zot i gjithfuqishëm, nëse më jep një djalë, do ta kthej tek ty për gjithë ditët e jetës sime. Buzët i lëviznin por nuk dilte asnjë zë. Eli prifti e pa dhe mendoi se ishte e dehur. Grua, deri kur do të rish e dehur? E pyeti ai. Por Ana ngriti syt me lot që i rrjedhin qafeve. Nuk jam e dehur, po derdh shpirtin tim para Zotit. Fytyra e Elit u zbut. Ai e pa dhimbjen e saj. Shkon paqe. Zoti dëgjoft lutjen. Atë natë diçka ndryshoi. Trishtimi u largua dhe pas pak kohe ajo mbeti shtatzon. Lind një djalë dhe ia vuri emrin Samuel, që do të thotë Zoti ka dëgjuar. Dhe Ana e mbajti premtimin. Kur Samueli u rrit pak, ajo e çoi në tempull dhe e dorëzoi Zotit, fëmijën për të cilin ishte lutur. Por Zoti nuk ndaloi me kaq. Për shkak të besimit të saj, i dha edhe 5 fëmijë të tjerë. Historia e Anës na kujton që Zoti dëgjon. Zoti sheh dhe në kohën e duhur ai përgjigjet. Pyetje për ty. Cila është lutja në jetën tënde që ende po pret një përgjigje nga Zoti? Më shkruaj më poshtë. Zoti të bekoft.